Pas 10 rëndeshjesh, spektakël dhe fitores që në shumicë ishin me gola, Tërbuni Pukës, pretendenti kryesor për Superligë në ndeshjen përballë Ilirisë, siç tashmë të gjithë e dim, nuk arriti fitore, jo nga mungesa e organizimit të lojës apo aftësitë e futbollistëve tanë. Në këtë ndeshje, loja e fortë dhe përplasjet fizike që karakterizuan të gjithë ndeshjen, lanë të kuptohet se nuk kishim të bënim me rregulla futbolle, por luftë të fortësh dhe pazare të pista që tashmë ju vjen erë. Ndërhyrjet, dëmtimet dhe provokimet e vendasve u duk se kishin marrë më parë garancitë e gjyqtarit kryesor të këtij takimi, i cili tregoi qartësi me qëndrimin e tij se ishte i shitur, një dëshmi fatkeqe për futbollin shqiptar. Megjithatë, futbollistët e Tërbunit nuk u dorëzuan, ata vijuan ndeshjen shpesh thua se ishin në ring dhe jo në fushë futbolle, duke qenë të goditur nga të gjitha anët, deri aty sa sikur të mos u mjaftonte një anshmëria e hapur në gjykim. Nuk munguan dhe 3 kartona të kuq për lojtarët tanë, me pikësynimin e dëmtimit edhe në ndeshjen e ardhshme. Prania e presidentit të Mamurasit, ndjekësi më i afërt i Tërbunit, tregoi qartësi shantazhin e parapërgatitur me gjykimin e shitur me qëllimin e dukshëm lehtësisht për t'i vënë fre Tërbunit, i cili arriti të ndalej por jo të mundej, edhe pse kishte të bënte me një gjykim korruptiv. Tashmë kur pritet dhe vendimi i Komisionit të Disiplinës, do të dëshmohet qartësi dhe qëndrimi i Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila nëse toleron ndaj gjyqtarëve të saj, tregon hapur tendencën për të bllokuar për të disatën herë Tërbunin, i cili sa dukes dhe siç e ka dëshmuar, vështirë se mund të mundet ndryshe, përveç se me shantazhe të tilla.